Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Trije radhazi, PISA e renditi Kosovën në mesin e 2-3 shteteve të fundit në botë për nga aftësitë e nxënësve në lexim, matematikë dhe shkencë. I fundit, zhvilluar në 2022, tregoi se 83% e nxënësve kosovar dështuan të arrijnë nivelin minimal në fushën e leximit, pra të kuptojnë përmbajtjen e një teksti të thjeshtë. Ndërsa në matematikë, vetëm rreth 1 në 10 nxënës tregoi aftësi minimale për të zgjidhur probleme të thjeshta matematikore. Përqindjet e testit PISA nuk janë vetëm numra, janë tregues të një realiteti që shpesh nuk na pëlqen ta shohim. Këta numra na tregojnë se fëmijët në Kosovë nuk po e marrin arsimimin që meritojnë. Jo pse nuk kanë kapacitete, por sepse sistemi nuk po funksionon si duhet. PISA matë se sa janë të aftë nxënësit të kuptojnë një tekst, të zgjidhin një problem logjik apo të arsyetojnë shkencërisht. Aftësi këto që lidhen drejt për drejt me nevojat e jetës së përditshme. Dhe kur këto mungojnë, pasojat nuk janë vetëm akademike, pasojat janë sociale, ekonomike dhe njerëzore. Pse jemi këtu ku jemi sipas testit PISA, çfarë po ndodh në klasët tona, kush çfarë përgjegjësi e bart për këtë situatë dhe natyrisht çfarë mund të bëjmë për ta nxjerrë sistemin arsimor nga kjo gjendje e thellë apatie, janë vetëm disa nga pyetjet mbi të cilat do të mundohemi sot të shtjellojmë temën mbi testin PISA me një ndër njohësit më të mirë të fushës së arsimit, profesor Tugaxhin Popovci. Profesor, përshëndetje, kënaqësi që je pranë meje sot në podcastin Hap. Faleminderit Agon, kënaqësia ime. Profesor, sot përshtyllojmë një temë që pak a shumë besoj po supozoj të paktën që gjithë populli i Kosovës e ka njeh të paktën fjalën PISA dhe testin PISA, por jo domosdoshmërisht të gjithë e kuptojnë, është e natyrshme, kështu që kisha pas dëshirë, natyrisht kemi me hy thellë në këtë diskutim, po kisha pas dëshirë me nis me një pyetje thjeshtë. Çka është PISA, profesor? Qysh mundem me ja shpjegu testin PISA një fëmijë 15 vjeçar, për shembull, që në këtë rast është edhe targeti i këtij testi? Faktikisht PISA ka për qëllim të matë përgatitjen e fëmijës që njohuritë e veta t'i zbatojnë në praktik. Do me thonë e matë këtë shkallën e zbatimit të njohurive në praktik dhe këtë e bën në 3 fusha, në fushën e leximit, në fushën e matematikës dhe në fushën e shkencës. Dhe është test ndërkombëtar, i cili nuk ndërlidhet me planet dhe programet mësimore, nuk ndërlidhet me tekstet mësimore, po ndërlidhet me atë një supozim se fëmia i moshës 15 vjeçare duhet të ketë disa aftësi të caktuara që njohuritë e veta t'i zbatojë në praktik. Dhe kështu zhvillohen testet për të gjithë fëmijët 15 vjeçar në vendet pjesëmarrëse në PISA. Natyrisht, ato përkthehen në gjuhët përkatëse, për shtaten, për shembull për gjuhën shqipe ekzistojnë të paktën 3 variante, njëra është për Kosovë, njëra është për Shqipëri, njëra është për Maqedoni, sepse terminologjia dallon. Jo për shkak të se gjithë e përdorim një gjuhë standarde, por dallojnë fjalët të cilat i përdorim, apo jo, dhe këto do me thonë i përshtaten nxënësve të 3 vendeve të ndryshme në mënyrë që ata ta kenë testin sa më të afërt me ato ekspozimin gjuhësor të cilin e kanë. Në këtë rast, profesor, qysh mundet ose qysh duket një pyetje në testin PISA? Po pyetjet e testit PISA janë pyetje logjike. Për shembull, një pyetje që ka qenë para disa vitesh ka qenë kjo. Një fëmijë, për shembull, ose një djalë i ri, i ka ca para të Afrikës Jugut, për shembull, atë valutën e Afrikës Jugut, dhe shkon i shkëmben ato me një kurs të caktuar me valutën e Indisë. Pastaj, atë valutën e Indisë e merr, shkon në një vend të tretë dhe i shkëmben me valutën e atij vendi.
Dhe tash kërkohet thjesht prej fëmijës që të di sa do t'ishte kursi si kur ato paret e Afrikës Jugut ti kesh shkëmbyer në vendin e tretë drejt për drejt e jo përmes këtij shkëmbimi në Indi. Sa do të fitonin? Do të thonë, thjesht është fjala me zbatu pjestimin apo jo në mënyrë të drejtë. Nuk do të thonë, por ka pyetje edhe më komplekse. Se pyetjet në PISA janë pyetje të ranguara, do të thonë janë sipas niveleve. Pavarësisht qysh performon nxënësi dhe ato shkojnë mandatin. Ashtu tani me këtë testin digital ashtu po shkojnë. Do të thonë fillim nëse nxënësi tregon rezultate të mira në pyetjet e para i paraqiten pyetjet gjithnjë më të nivelit më të lartë apo jo. Po nëse nxënësi tregon një ngjecje në përgjigje, pra nuk ja përgjigje drejta, atëherë vazhdohet me pyetje të nivelit më të ulët që të nxirret, domethënë maksimumi prej atij nxënësi dhe të shihet se sa është vërtet niveli i tij ose niveli i saj. Profesor, PISA ka fillu në vitin 2000, nëse nuk gaboj. Po, ashtu. Edhe për me bo të ditur, nuk ma drejt për drejt aftësit në këtë rast e individit të nxënësit, po performancën e sistemit të tërësishëm arsimor. Ajo është e vërtet. Ky paka shumë, dhe me thonë, është edhe qëllimi i testit PISA. A ka edhe diçka tjetër, për shembull, që mbartë në veti PISA, për sa i përket objektive apo si qëllimeve? Po, ashtu si e tha, PISA ka për qëllim që ta marrë performancën e sistemit arsimor, jo performancën individuale, prandaj edhe merret një mostër e rastit e nxënësve 15 vjeçar. Dhe ata nxënës 15 vjeçar merren nga gjitha klasat ku janë 15 vjeçar. Pra një herë ekziston një bindje se gjithë janë klasëve të nënta. Jo, krijohet një listë e të gjithë nxënësve të lindur në vitin e caktuar, varësisht nga viti kur marrë testi, për shembull për vitin 2022 ka mundur të jetë si viti 2006 si orientim, se ai ka pas më majt në 2021-ën, pastaj u vanu për një vjet, dhe ata prej atyre nxënësve bëhet përzgjedhja. Disa prej tyre janë klasën e 7, disa janë klasën e 12. Varet tash si kanë mri me atë moshën e vet, në klasën e 12 më rrallë ndodh, po në klasën e 11 kemi pas. Do të thonë nxënës, po shumica janë në klasën e 10. Do të thonë shumica janë në klasën e 10. Dhe tashti atyre nuk ju bëhen pyetje nga plani dhe programi mësimor, po pikërisht ju bëhen nga shkatësit. Dhe qëllimi këtu është që të shihet si ka ndiku sistemi shkollor tek ata. Dhe normalisht që rezultatet dallojnë. Ata që janë në klasën e 7 si rregull do të performojnë më dobët se ata që janë në klasën e 11, sepse i kanë 3 vite shkollim më pak, apo jo? Edhe ajo merret parasysh me rastin e kalkulimit të rezultateve të PISA-s. Po, sido që tjetë, rezultati në fund nuk është e arsyeshme, do me thonë edhe mënyra se si bëhet llogaritja e pikëve, nuk është e arsyeshme të nxiren pikët individuale të askujt dhe ato rezultate në asnjë mënyrë nuk raportohen ashtu. Profesor, e di që deri vonë për shembull në nivel të shkollave nuk është nda rezultati, po me sa di, tash herën e fundit, në vitin 2022, Ministri i Arsimit në Kosovë ka shpërndar rezultatet në nivel të shkollave. Apo? Atë qëndron? Është e vërtet, po t'ju them drejtën nuk besoj se ka bërë mirë, që ka bërë një veprim të tillë, sepse ato rezultate nivel të shkollave nuk do me thonë se janë valide. Për shkak se nivel të shkollave nuk është marrë gjithnjë një mostër reprezentative. A ndryshon mostra? Po normal që ndryshon. I gjimnazi i Prishtinës, Sami Frashi mund t'i ketë 7-8 nxënës paralele, po ti po e merr një paralele ose po i merr 25-6 nxënës edhe tash ti po e përgjithëson për krejt. Do të thonë, ajo është mostra është e marrur për nivel të sistemit. Do të thonë diku rreth 6.000 nxënës nga 25.000 sa kanë qenë të moshës 15 vjeçare, po nivel shkollës, ne kemi pas raste para disa viteve në Shqipëri janë dhënë edhe shpërblime individuale për nxënësit që kanë arritur shumë. Po nuk mendoj që ka qenë diçka e drejtë ajo. Nuk mendoj se PISA nuk është garë. Do të thonë, PISA nëse është garë mes sistemeve të arsimit, jo garë mes të nxënësve të cili po performon më mirë. Megjithëse të them të drejtën, shpesh herë si një arsyetim për rezultatet jo të mira nxirret edhe ajo mungesa e përkushtimit nga ana e nxënësve, sepse mendohet që një numër i tyre nuk e marrin me seriozitet testin dhe thjesht kalojnë në përpyetje që të përfundoj sa më herët dhe dalin sa më herët. Do me thonë, ka pas edhe mendime të tilla, gjë që edhe unë nuk mund ta demantoj me siguri, po nuk do ta kisha pas si
shkakun primar të rezultatit jo të mirë. Po e qartë. E vërtet, po se kështë të pyta andan mendimin e njëjtë, po të paktën po supozoj që edhe nëse në është në vitin 2015 ka qenë një fenomen i tillë, tash është bërë goxha shumë është punu goxha shumë të paktën që drejtim të fushatave për me i ndërgjegjësu nxënësit paraprakisht për rëndësinë e testit edhe... Unë mendoj që për 2022-ën posaçërisht është punu në aspektin e mobilizimit, jo përgatitjen e nxënësve, se ti nuk mundesh me i përgatit nxënësit për PISA, mundesh me i përgatit në kuptimin që ata të familiarizohen me natyrën e testit, të familiarizohen me kompjuterin, me metodologjinë e punës, të mos dalin para kohe, do me thonë në atë kuptim me i mobilizu, ta japin maksimumin prej vetit, do me thonë se PISA shpeshere parashtron pyetje përgjigja e të cilave nuk është aty për atyshme. Do me thonë thjesht, aty duhet menduar për atë pyetje, duhet bërë ndonjë llogaritje, edhe tek atëherë duhet dhënë përgjigjen, dhe nëse aty fëmia nuk është mjaft insistues, mund edhe të ndodhë që thjesht ta kaloj një pyetje pa e bërë përpjekjen e domosdoshme. Po unë mendoj se ka pas mobilizim drejt një, si të them ashtu, angazhimi më të madh të nxënësve, dhe se kjo edhe nga deklarimet personale shihet se nxënësit në PISA përveç testit e plotësojnë edhe një pyetësor, edhe ata në mesin e atyre pyetjeve kanë edhe pyetje të tipit sa nxënësi është angazhuar në hartime, si them ashtu, bërjen e testit. Pra jam angazhuar shumë, ose jam angazhuar pak, ose bilem duket vlerësohet me shkallë, prej 1 deri në 10. Thuhet vlerësoni prej 1 deri në 10 sa jeni angazhuar. Dhe kur i shihni tash rezultatet e nxënësve në bazë shkallës së vetë deklaruar të angazhimit, nuk del ndonjë korelacion i qartë. Ata që thonë jam angazhuar me 10, apo jo, nuk dalin me dojë mos më të mirë se ata që thonë jam angazhuar me 6. Se mund të ndodhë ai që ka pas angazhimin 6, ka pas background më të fortë, apo jo, ka qenë më i përgatitur. Ky me 10 mund të ketë qenë dikush që nuk ka qenë mjaft i përgatitur, është angazhu, ose ka dash të thotë se është angazhu. Në fakt, nuk është angazhu deri në atë mos. Do me thonë, ato janë subjektive dhe shpeshherë është natyrën e fëmijëve që t'japin përgjigje të cilat i pëlqejnë. Do me thonë, ati që pyet, e jo përgjigje të cilat do ta reflektonin me të vërtetat qëndrimin e tij real. Prandaj kjo mund të jetë shumë çorientuese ndonjëherë. E profesor, sa i përket mostrës, mostra është rastësore, do me thonë nuk mundet ta zom një shkollë me i zgjedhë nxënësat më të mirë dhe me i fut në test, po... Jo, në mostra është rastësore, do me thonë krejt këto emra shkojnë në OECD, edhe faktikisht OECD-ja e bën përzgjedhjen. I përzgjedh shkollat, disa shkolla i përjashton, krejtësisht prej testit. Arsyeja? Jo, arsyeja për shkak të mostrës, do me thonë për me qenë më të kufizuar. Thot prej këtyre shkollave mos merrni nxënës, e pastaj kur i merr zakonisht e merr krejt klasën. Do me thonë i kërkon të... Një shkollë, krejt klasën. Krejt klasën, i kërkon të ndarë sipas klasave. Tash të ndonjë shkollë, mundet me qëllu klasa e cila është ndoshta jo më e mira, ta quaj ashtu, apo jo. Në shkollat rurale, ku ka më pak nxënës, do me thonë merr individ. Ka shkolla prej cilave i merr 1 ose 2 nxënës. Dhe çfarë kuptimi ka asaj shkolle tash me ja çu rezultatet e testit. Se ata 2 nxënës kanë qenë prej asaj shkolle. Edhe mund të ndodhë që ka qenë një shkollë fillore, ku ai nxënës ka qenë klasën e 7, të gjithë tjerët janë 13 vjeçar aty, nxënësi është i vetmi 15 dhe tash rezultati i tij e pasqyron, do me thonë, rezultatin e shkollës, nuk është ashtu. Pastaj aty lejohet mundësia që të bëhen disa ndryshime. Do me thonë, ka raste kur kërkojnë shtetet për arsye të ndryshme që ndonjë shkollë të hiqet nga testi, OECD-ja i shqyrton ato, nuk i pranon të gjitha, po të them të drejtën ka sistem. Edhe me rastin e kontrollimit ka sistem. Për shembull, ndodh me rastin e kontrollimit faktikisht i gjejnë dy, si të them ashtu, teste që janë shumë të ngjajshme në përgjigje njëri me tjetrin. Edhe tash pyesin, ku kanë qenë tullur këta nxënës? Nëse del që ata kanë qenë njëri pranë tjetrit, ata i eliminojnë të dy ato teste. I eliminojnë, nuk i shtin në rezultat. Sepse me njëherë thonë që ekziston një farë probabiliteti që të kenë bashkëpunu me njëri tjetrin. Apo jo.
Pra, kemi do me thonë raste të tilla dhe me të vërtet kontrollit dhe organizimit i kushtohet një rëndësi mjaft e madhe. Profesor, pse na nuk mundna me ndjek qit model për shembull sikur ta zon provimin e maturës shtetërore. A shumë e vështirë mund ndjek një model i tillë? Të paktën për me eliminuar. Them të drejtën, këto siç ju thash, te provimi maturës është me rëndësi vlerësimi individual i nxënësit. Nuk është aq me rëndësi, mirë, ai e jep edhe një farë vlerësimi të sistemit. Nuk është që nuk e jep. Po nuk është fokusi te vlerësimi i sistemit. Prandaj, te provimi i maturës ne përpiqemi të shohim sa nxënësi i ka përvetësu njohurinë. Normal që ato mund edhe duhet shihen, edhe pyetje të tilla mungojnë, aty ke shumë të drejtë, mungojnë të shihet aftësia e nxënësit për të zbatuar njohuritë e veta. Do të thonë na pyetje të tilla kemi shumë pak, janë ato, do të thonë sipas taksonomisë së Blumit, tash ndoshta mos ta teproj kështu me hyjme e shpjegu taksonominë e Blumit, po aty pyetjet radhiten sipas nivelit të aftësive të nxënësve. Dhe normalisht ato që janë të nivelit më të lartë të taksonomisë janë pyetje të cilat mund të përgjigjen me sukses nxënësit që janë më të përgatitur. Te ne pyetje të tilla ka shumë më pak. Edhe testi PISA të tregon që për shembull ne nuk kemi asnjë nxënës i cili është high achiever, nxënës, do të thonë i cili ka arritje të larta të nivelit 5 ose 6. Ti e tha 83% për lexim, unë po ja them 85% për matematikë, se kësaj radhe ka qenë për matematikë fokusi, pra 85% e nxënësve 15 vjeçar nuk e kanë arrit nivelin 2 në matematikë, që është niveli minimal. E kanë arrit atë nivelin 1A, 1B, 1C, do me thonë këto janë tashti nivele të cilat janë në nivele të nishit, po nivelin 2 nuk e kanë arrit. Nivelin 2 e kanë arrit vetëm 15% të nxënësve. Tash disa prej tyre e kanë arrit edhe nivelin 3. Një numër i vogël. Një numër edhe më i vogël e ka arrit edhe nivelin 4. Por asnjë nuk e kemi nivelin 5 edhe 6. Derisa Kina, dikon rreth 10% nxënësve i ka nivelin 5 edhe 6. Ne nuk e kemi asnjë. Do të thonë kjo tregon që diçka me sistemin tonë arsimor nuk është në rregull. Çka tregon niveli 2, profesor? Po nivelet tashti këto nivelet e pyetjeve ndahen sipas pikëve. Për shembull, konkretisht te niveli 2 e kanë përcaktuar se tash te PISA kanë qenë dikun deri në 700 pikë, Edhe tashti ky niveli 2 është marrë mesatarja prej 295, niveli 2 është marrë mesatarja prej 420 pikëve. Do me thonë, kush i ka arrit 420 pikë, deri në 481, i takon niveli 2. Edhe këtë nivelin 2 në botë e kanë mbri dikun rreth 69% e nxënësve. Do me thonë nivelin 2, konkretisht në vendet e OECD-s, ma mirë po e them, se aty ka vendet të OECD-s, organizatës për bashkëpunim ekonomik, dhe vendet që nuk janë antare, na nuk jemi vend antare. Në vendet e OECD-s 69%, te na nivelin 2 e mrin vetëm 15%, ja këtu e kemi krahasimin. Do me thonë shkon sipas numrit të pikëve. Përcaktohet me rastin e përgatitjes së testit, sa pikë janë për të mjaftueshme për secilin nivel. Në aspektin praktik, i bie që i kanë aftësit në niveli 2 janë aftësit minimale që duhesh me i pas. Do me thonë, nëse je nivelin 2, je okej. Mande çka je mbi nivelin 2, është veç ma mirë. Po zakonisht ai krahasimi elementar të vendet në tranzicion, siç është Kosova, bëhet te niveli 2. Do me thonë, thuhet sa janë niveli 2 e më lartë, sa janë në nivelin 2. E tash, ne në nivelin 2 kemi numër jashtëzakonisht madh, edhe problemi është që ky numër po rritet. Do me thonë, në 3 testet e fundit, në secilin test, ne kemi përqindje më të lartë të nxënësve të cilët janë në nivelin 2. Nga viti 2015. Nga viti 2015, kjo vetëm po rritet. Çfarë për masa, profesor? Qysh mundna për shembull me interpretu këto rezultate ndër vite? Kosova ka hyrë 3 herë në testin PISA, tash së fundin test hera 4, por këto rezultate ende nuk janë publikuar. Këtu 3 herë e kaluara, qysh është gjendja? Po kështu tashti, për shembull nëse e marrim fushën e leximit, që ti e ke përcjell pak më shumë me shumë të drejtë, se është fushë bazike. Ne për shembull në vitin 2015 në fushën e leximit 76.9% nxënësve i kemi pas në nivelin 2. Do me thonë që nuk kanë arrit me... Në vitin 2018 kjo është rrit,
78.7. Në vitin 2022 i kemi 83. Do me thonë kësi trendi të rritjes ne kemi çdo vit. Edhe ato në të gjitha disiplinat. Kjo tregon që sistemi jonë i arsimit jo që nuk është ka përmirësohet, po potencialisht edhe është ka përkeqësohet. Na kemi në gjithë botën, edhe në vendet e zhvillume, një rënje të rezultateve të PISA-s. Kemi rënje të rezultateve, po kemi një rënje të pikëve. Jo këso lloj rënje që mos me mri as nivelin 2. Apo jo. Ka, do me thonë, ata që e kanë arrit një nivel më të lartë, tash mund t'i lejon vetit të bjerë për nivelit 4 në nivelin 3. Apo jo. Por të mos mund ta arish as nivelin minimal, kjo është me të vërtet diçka jo e mirë. Profesor, shumë shpesh konsiderohen, sidomos këta që kanë probleme, që këtë 83% që ka probleme në lexim, ose cilësohen si analfabet funksional. A qëndron? Apo Ta shifet, për kufizimi analfabetit funksional është pak ma kompleks se kaq. Këta faktikisht nuk kanë arrit që njohuritë e veta të zbatojnë në praktik. Nuk e kanë atë nivelin minimal zbatimit njohurive në praktik. Nuk janë këta njerëz të cilët nuk din lexim shkrim ose nuk kuptojnë, po nuk kuptojnë mjaftueshëm për kriteret e PISA-s, apo jo. Edhe në krahasim me vende tjera del që ne kemi një aftësi më të ulët që njohuritë tona në fushën e leximit, për shembull, t'i zbatojmë në praktik, që një tekst ta interpretojmë në mënyrë të drejtë, të nxjerrim përfundime të drejta prej tij, ta lexojmë në mënyrë kritike e kështu me radhë. Pastaj kjo manifestohet në fusha tjera, se leximi është fushë bazike. Leximi faktikisht ta jep bazën edhe për çdo lloj të nxënjes, të mësuarit, apo jo. Përmes leximit ti mëson edhe ekonomi, edhe matematikë, edhe mjekësi, edhe çdo gjë. Dhe nëse je i dobët në lexim, prandaj pastaj do të kesh probleme edhe në fushat e tjera. Dhe normalisht prej kësaj kategorie, nëse edhe në shkollimin e më të tjeshëm, edhe në jetë nuk avancojnë, mund të dalin edhe analfabetet funksional. Njerëz të cilët nuk kanë, si të them ashtu, njohuritë mjaftueshme, respektivisht aftësitë mjaftueshme leximi për t'i përmbushur nevojat e veta. Domethënë thjesht ata janë analfabetet funksional. A mundemi, profesor, me ose paktën bazë njohurive tuaja dhe të analizave që ke bo, pse po është e vështirë për nxënësit kosovar me kuptu një tekst të thjeshtë? Qa janë që të shkaqet kryesore që po e shkaktojnë qëtë situatë? Po, unë mendoj mas pari këto shprehia e leximit ka rënë, po besoj në nivelet ma tulta që nga periudha e pas luftës dytë botërore. Është me marrë. Do me thënë, entuziazmi për lexim është pothuajse zero. Teknologjia ka bërë që njerëzit të mos thellohen në leximin e teksteve, po t'i lexojnë ato në mënyrë sipërfaqësore, duke nxituar që të shkojnë prej një sajtin tjetër, e kështu me radhë. Po besoni, kjo pastaj ndikon se na themi, hajde që nuk po din me lexu, po kanë shkallësi digjitale. Jo besa. Dolën rezultatet e testit ISILS 2023 vitin e kaluar. Kosova u radhet e parafundit, vetëm Azerbajxhani është më dobët se na. Edhe të shkallësit digjitale jemi keq. Dhe më thonë, edhe aty nuk mund të krahasohemi se leximi normalisht që do të ndërlidhet edhe me fushat e tjera. Mendoj që kjo është një disiplinë, leximi, të cilët ne edhe tradicionalisht nuk i kemi kushtuar shumë rëndësi. Dhe më thonë, do t'ju kujtohet nga shkolla edhe ende ndodh që ndoshta më me rëndësi ka qenë ta mësosh përmensh një vjersh, se sa edhe t'jesh në gjendje që ta recitosh me entuziazëm, ndoshta edhe në mënyrë artistike, se sa t'jesh në gjendje ta kuptosh atë, apo jo. Dhe me thonë, ne lexim kuptimit nuk është që i kemi kushtuar shumë rëndësi, edhe tradicionalisht. Edhe thjesht tani kjo ka degeneruar ose është radikalizuar edhe më shumë, sepse tani edhe asaj leximi ta quaj ashtu mekanik nuk praktikohet sa duhet, për shkak se lexohet shumë pak.
edhe thjesht ky lexim, kjo shkallë e leximit pastaj edhe reflektohet sidomos në klasat më të larta. Ka pas disa iniciativa në Kosovë që të përmirësohen shkallësitë e leximit, po disi kanë met gjithnjë në nivelin e organizatave jo qeveritare, nivelin e projekteve, asnjëherë nuk kanë arritur të zgjerohen përtej atyre niveleve. Unë ta ndaj me ju një kuriozitet, tani Qendra për Arsim e Kosovës ku punoj, ka shpallur një ftesë për mësimdhënësit për trajnime nga leximi, që do të jenë trajnime gratis. Ditën e parë dikun mbi 150 aplikime kanë qenë. Të më thonë njerëzit janë shumë të interesuar, e ndin atë si problem, dhe këtu bëhet fjalë vetëm për mësuesit klasor. Mësuesit e klasave 1 deri në 5. Të më thonë, rreth 150 kërkesa kanë qenë vetëm ditën e parë. Kjo është diçka që duhet të zgjerohet në sistem, të filloj nga moshat e vogla. Pastaj, që them të drejtën, suksesi i fëmijës nuk është vetëm merit ose mangësi e shkollës. Duhet ndalën prindë dhe të shohin vetë sa prindërit ju lexojnë fëmijëve vetë. Apo ma me dëshirë ja u japin nga një tablet, edhe pastaj fëmija tërkohën rri rahat. Për humbes. Mu edhe diçka personale mu më ndodhë, për shembull në librarin Dukagjini, të shkoj edhe shpesh kërkoj libra për fëmijët vegjël, me që i kam 2 nipa dhe 2 mbesa, edhe të them të drejtë unë shpesh herë në atë bodrom jam vetë. 30 minuta, 40 minuta, nuk shëndoj interesim të njerëzve që të vinë, t'ju blejnë libra fëmijëve, t'ju lexojnë prej moshës vogël. Ajo është shumë e rëndësi. Sepse aty lindin ato pyetjet, e pse kështu agimi, e pse kështu shpresa, si ka mund ndryshe ta mundin shtrigën, apo jo për i marrë këto prallat, apo jo të cilat përpara i lexoni me shumë dëshirë, dhe aty fitohen ato shprehit. E vërtet. Po e vërtet gjendja për sa i përket kulturës të leximit është goxha shqetësuese. Folje pak për rolin e prindit në këtë aspekt, po jo vetëm në zhvillimin e shkallësive ose të kulturës të leximit, po në kontekstin e PISA-s, cili është roli i mësimdhënësit për çdo rezultate që i ka Kosova në testin PISA, profesor? Po shive tash kjo... Se tash, që po ndërprej, po kemi pa vazhdimisht se cilin herë që ka ndalë rezultatet e testit PISA, akuzat dhe kundër akuzat kanë qenë shumashme. Ministria ka drejtu gishtin diku tjetër, sindikata diku tjetër, këshillat e prindërve diku tjetër. Unë mendoj se kjo është një përgjegjësi e të gjithëve. Sigurisht është përgjegjësi e ministrisë në radhë parë për shkak që shumë të në rasteve nuk i zbaton politikat e veta. Dhe më thonë, nëse je përkushtu shkollat me i furnizu me pajisje, me kompjuter, me sende, duhesh me i furnizu. Të ne kjo nuk ndodhë. Nuk ndodhë. Për shembull, bëhen strategji, bëhen plane të ndryshme, bëhen plane shkollat e vogla me i bashku me të mëdhaja, edhe ato procese nuk hecin. Ky është roli i ministrisë. Pastaj, tekstet shkollore vazhdimisht kritikohen, nuk është që ka ndonjë përmirësim thelbësor në përmbajtjen e tyre, diçka që do t'i nxiste mësimdhënësit punojnë ndryshe me arsimtar, me nxënës, më fal. Tjetër, trajnimet e mësimdhënësve janë shumë të pakta, do të thonë vetëm këto trajnime që organizon ndoj projekt, ndoj organizat jo qeveritare, shumë rrallë, për shembull shteti investon në trajnimin e mësimdhënësve. Pastaj normalisht edhe në shkolla, mësimdhënësit shpeshherë i ndjekin tekstet shkollore dhe në ato mungojnë këto, si them ashtu, pyetjet respektivisht temat që kanë të bëjnë me zbatimin praktik njohurive. Prandaj edhe nuk është që temat e tilla shpeshherë hapen para nxënësve. Do të thonë, këtu është ai problemi. Mësimdhënësi e ndjek, do të thonë, një farë rutine, të cilën ja ka caktuar shteti. Nuk ka kushte të mira për punë. I mungojnë për shembull pajisje, dikujt i mungon shkumsi, dikujt flomasteri, mirë, tash kanë filluar edhe me i pajis klasat me smartboarda, kanë filluar me i pajis me projektora, po i mungon interneti. Do të thonë, asnjëherë nuk i kanë ato kushtet e duhura për me kry punën e vet si duhet.
Dhe kjo në disa fusha ka sjellë deri te humbja e interesimit për të qenë mësimdhënës, kështu që qysh tashti ndihet mungesa e mësimdhënësve në fushën e matematikës, shkencave të natyrës, gjithnjë më pak ka tri të cilët interesohen për të qenë në një fushë të tillë. Normalisht kontributin e vet e ka këtu edhe familja, se edhe familja është ajo e cila duhet të përkujdeset që fëmia të arrijë rezultate sa më të mira në shkollë. Për shembull, një vend që performon jashtëzakonisht mirë në PISA, e që nuk është që ka qenë ndonjë vend me traditë gjatë, është Singapuri. Edhe atje kur është analizuar ajo, thuhet që Chelsea është e familja, sepse familja pret prej secilit fëmijë që fëmia duhet të performojë mirë në shkollë. Dhe fëmijët angazhohen, se ekziston pritja. Pritjet e larta. Ekziston pritja e lartë e familjes, mirë bëhet sigurisht edhe punë cilësore në shkolla. Te ne përbes ju e keni një përqindje domethënëse të njerëzve të cilët konsiderojnë që e ka shkarku fëmijën në shkollë dhe ta shkolla duhet më arrit. Ajo nuk është qasje në rregull. Se fëmia megjithatë një pjesë të punës e ka lënë, një pjesë të kohës e ka lënë edhe në shtëpi. Ka detyrat shtëpisë, mëson në shtëpi, e kështu me radhë, dhe gjitha këto elemente bashk sjellin deri te rezultatet e tilla, pra thjesht një amulli e përgjithshme shoqërore, ndonjëherë edhe njerëzve edhe nuk po ju pengon gjendja ekzistuese, po ju duket që në rregull jemi, masi po kemi me hongër me pi, atëherë s'është fort me rëndësi rezultati. E vërtet. Profesor, krahas tyre, po du me të pyet edhe për një, e kemi kështu personalisht, po edhe mrena kolegëve kemi diskutuar çështjen e dialekteve dhe të folurave lokale që i kemi goxhat, sidomos të folurat lokale dallojnë shumë, edhe pse jemi vend shumë i vogël. Edhe në një shqyrtim kështu të niveleve, kur e shikoni një fëmijë për shembull flet me prindrit edhe mrena ambienteve shtëpiake një gjuhë që është më e zakonshme, ndërsa kur të fillojmë me dalë në lagje, një gjuhë që mundet me qenë shpeshherë ndoshta me përmbajtje banale, kështu me radhë. Edhe kur shkon në shkollë me mësimdhënësin ka një gjuhë tjetër, ndërsa përballet me tekstin që ka një gjuhë standarde. Nëse përmendim për shembull librat që janë botime që vijnë nga Shqipëria, që kanë ndoshta pak edhe ndikim prej gjuhës italiane atje, din me qenë ndoshta problematike për me zhvillu shtu shkallësitë e fëmijëve ose aftësitë e fëmijëve për me kuptu tekstet, në këtë rast tekstet në shkollë. Si e vlerëson këtë çështje, a konsideron që mundet me qenë sadopak një problem që e shkakton këtë rezultat në testin PISA, apo sipas juve është irrelevant? Shive, kjo është relevante në përgjithësi për sistemin e arsimit, fakti që unë jam përndryshe gjenerata e parë që ka filluar shkollimin fillor në vitin 70 me gjuhën standarde. Abetarja para nesh ka qenë me gegrishte. Dhe me thonë, unë vitin 70-71 kur kam fillu, ka qenë abetarja veç e standardizuar edhe librat kanë qenë me gjuhën standarde. Unë nuk kam pas libra në gegrisht. Për fat keq, te ne kjo gjuha standarde u bën 55 vjet prej kohës kur ka filluar të implementohet, nuk ka zënë fill në masën e duhur. Unë mendoj që gjuhëtarët dhe letrarët do ta dinë përgjigjen më mirë. Unë tash nuk jam ekspert në sociolinguistik, ta di pse po ndodhin gjërat e tilla, po ky është një fakt i gjallë. Që njerëzit te ne gjuhën standarde nuk e zotrojnë qysh e zotrojnë kuksianët, tropojanët, shkodranët, të cilët po ashtu e flasin dialektin geg. Të me thonë, atje ka arrit disi gjuha standarde të paktën të jetë në përdorim zyrtar edhe të jetë në përdorim të drejtë. Te ne njerëzit jashtë sistemit shkollor, kur shkruajnë diçka, ti me njëherë që njohuritë e tyre gjuhës standarde janë të kufizuara. Unë nuk po them për ndonjë gabim në drejtshkrim, ato janë gjëra të cilat ndodhin. Janë gjëra të cilat ndodhin, njerëzit nuk i kapin rregullat. Dallimet terminologjike janë krejtësisht pranueshme. S'ka problem pse ne themi ankesë në Shqipëri thuhet ankimim, nuk është ndoj problem. Do të thonë, terminologjitë mund të jenë ndryshme, edhe terminologjia italiane që e përmendet, që përdoret më shumë shkenca teknike në Shqipëri versus terminologjia
gjermane që përdoret të ne, apo jo, këto janë okej këto dallime. Mirë po vetë ajo logjika e gjuhës së standarde të ne nuk është se ka zënë fill. Ndoshta këto gjeneratat më të vjetra, që një pjesë shkollimit e kanë kryer edhe në gjuhën serbe, shpesh edhe prej rezonimit në gjuhën serbe mund t'i shtrojnë gjërat kështu në një gjuhë standardi jo drejt. Po prap është interesant, ata janë njerëzit të cilët gjuhën standarde e flasin në mënyrën më drejtë të mundshme. Domethënë pikërisht ata të cilët kanë mbaruar shkollat në sistemin kur gjuha standarde ende nuk ka qenë. E që tash mund të jenë në moshën vitet e 70-ta e kështu me radhë, të me thonë thjesht shkruajnë më drejt, apo jo. Por gjeneratat e reja, të cilat prej fillimit nuk kanë pa libër në gegrishte, apo jo, ato faktikisht këta nuk e përqafojnë. Kjo tash mund të jetë pak, unë thash me siguri që ekspertë të sociolingvistikës do dinë të përgjigjen më mirë. Mund të jetë pak edhe ndikim i rrjeteve sociale, ku fëmijët hynë në këso komunikime me një gjuhë jo formale, dhe e tham duke mos lexuar, apo jo, duke mos lexuar, faktikisht ata e adoptojnë atë gjuhë. Pastaj, të ne është edhe një fenomen, t'ju them drejtën, edhe në për shkolla, edhe në për universitete, nuk është që mësimdhënësit e përdorin në mënyrë të drejtë gjuhën standarde. Nështë e përdorin në formë të shkruar, kur duhet shkruar ndoj libër, ndoj dispensë, ndoj provima, ose detyrën në tabel, apo jo. Atëherë po kur komunikon kështu me nxënësin, na me njëherë kalojmë në dialekt. Edhe thjesht, jo që ekziston në nostalgji për ta rrujt dialektin, po thjesht është një fakt i gjallë që gjuha standarde nuk ka zënë fill, edhe duhet gjetur forma që ne ta adoptojmë atë gjuhën standarde. Unë nuk jam kurse si për atë që ne tash duhet ta rizbulojmë gegrishten e t'i kthehemi gjuhës mjedje se ku ta diun se çka apo jo. Po të gjejmë mënyrë që është me të vërtet kjo gjuha standarde do të bëhej pjesë e përditshmërisë. Unë që edhe kjo biseda jone sot me Agon, nuk po shkon në gjuhën standarde. Her po kalojmë dialekt, her ashtu, dhe me thonë është diçka që është e pranishme në shoqërinë tonë edhe është mirë të jemi të vetëdijshëm për këtë çështje. Interesant. E ndikon testin PISA? Shive tash, unë që tash në testin PISA, tash nxënësit janë mësu që të gjitha ato pyetjet, detyrat, kërkesat që i kanë në shkollë, t'i kenë në gjuhën standarde. Me përdorimin e një terminologjie që është terminologji e Kosovës, apo jo? Edhe ju keni, ju thash, ka raste, respektivisht, janë 3 verzione gjuhës Shqipe. 3 verzione gjuhës Shqipe, për shembull, nëse në Shqipëri thuhet byreku, në Maqedoninë e Veriut thuhet pitja e byrekut. Apo jo, pak më ndryshe. Në Kosovë mund thuhet bureku, apo jo, diçysh pak më ndryshe, i përshtaten testet terminologjisë lokale. Nuk është që nuk i përshtaten. I përshtaten teksteve lokale. Nuk ishte dasht në atë aspekt me pas problemet theksuara. Për shembull, unë të PISA 2022 e pash që pyetësori ish pak më shumë ka terminologjia e Shqipërisë. Se për shembull, te ne ma përpara thuhet pajtohem se sa dakord. Apo jo? Aty ishte, te na do t'ishte ajo që shqithojnë shkalla Likertit. Pajtohem pjesërisht, nuk pajtohem as pak. Aty ishte dakord, pastaj nuk jam dakord, nuk jam as pak dakord, ishte pak më ndryshe, apo jo? Pastaj këta e nxënës 15 vjeçar, për shkak vetë të thuhet mësimdhënës ose arsimtar ose profesor, aty thuhet mësues. Ta nuk e quajnë mësues, mësimdhënësin lëndor, apo jo? Po nuk besoj që kjo ka sjellë ndonjë konfuzion. Nuk besoj. Po ja evrejta që për shkak pyetësori nuk ish fort që ish përshtat për Kosovën. Vitet e kaluara ka qenë më i përshtatur. Sikur në Shqipëri po të përdorsh termin arsimtar, ata e kanë zakonshme të thojnë mësues. Deri në klasën e 12 që është normale, po këto dallime terminologjike nuk do duhet të shkaktonin edhe dallime në rezultate. Okej. E testet, profesor, se për shembull na një nxënës në Kosovë mësohet kryesisht me testet që i ofrohen prej nivelit fillor deri tek provimi i maturës shtetërore, që janë kryesisht të orientuar tek mbamendja.
Tash që kjo praktike vazhdueshme, a konsideron që ka ndikim kur një nxënës përballet tash për herë të parë me një test I cili nuk I kërkon më dhona që ai ka mbajt mend ose jo, po që ato dhona qysh me I përkthy në jetën e përditshme të tij ose të saj. Po tash t'ju them të drejtën, nuk është që në shkollat tona, paktën unë vi vetë nga fusha e matematikës, edhe testi I 2022-s ka qenë në fushën e matematikës, nuk është që në shkollat tona nuk bëhen edhe detyra praktike nga matematika. Pra ka probleme të cilat shtrohen në atë mënyrë që nxënësi prej atyre problemeve duhet ta krijojë një farë modeli matematikor edhe ta zgjidh, apo jo. Shpesh era ajo mund të jetë një ekuacion me një të panjohur ose me dy të panjohura ose diçka e ngjashme. Mirë po, unë mendoj se në përgjithësi te ne ka më pak pyetje, respektivisht ka më pak punë në zhvillimin e këtyre shkallësive praktike, edhe në fushën e matematikës, ma shumë ka rutinore, për shembull zgjedh ekuacionin 3x + 5 barazi me 7. Aty pa ja dhënë ndonjë kuptim, pa thonë për shembull që 3 fishi, çmimi, çka po diun. Po, tash shqyni kur janë pyet nxënësit e ne, se ka qenë njëna prej pyetjeve, e cila I pyet nxënësit, sa të sigurt ndiheni për të zgjidhur këto detyra. Edhe për shembull, njëra detyrë ka qenë pikërisht ky ekuacioni që e thash, nuk e thash rastisht. 3x + 5 barazi me 7. Dikun 51% të nxënësve shprehen që janë pak të sigurt ose as pak të sigurt. 49% thonë që janë sigurt ose shumë të sigurt që din me zgjidh këtë detyrë. Ta janë 15 vjeçar të kemi parasysh. Po flasim për ekuacion me një të panjohur. Tjetra pyetje është sa të sigurt ndjeni me zgjidh këtë detyrë. Për shembull, çmimi me llogarit çmimit e kompjuterit të cilit I shtohet taksa. E tash ndoshta kjo fjala taksë na është dashur më përkthy tatim. Apo jo. Se mund që 15 vjeçar mos ta kenë ditë çka është taksa. Tash ne tatimi që një 15 vjeçar duhet me ditë që na kemi edhe nga jeta e përditshme kemi tatim në vlerën e shtuar. Apo jo. Edhe duhet me ditë që ai tatim është 18%. Edhe duhet me ditë ç'është llogaritet kur e ki çmimin bazik të mallit, edhe don me ashtu një tatim prej 18%. Këtu për shkak përsëri mbi 50% shprehen që nuk janë të sigurt që dinë me e zgjidh një problem të tillë. Apo jo, vetë deklarim është. Nuk ja u kanë dhënë me zgjidh problemin. Se ky është problem shumë I thjeshtë, po I kanë pyet sa ndihesh I sigurt. Edhe tash I kanë marrë rezultatet. E tash aty ka dallime shumë të mëdha. Në mes atyre që thonë ndihemi sigurt me zgjidh kët, edhe atyre që thonë nuk ndihemi sigurt me zgjidh kët. Do të thonë aty veç vrehet dallimi me 50-60 pikë. Pastaj në rezultat. Po në rezultat, se pastaj pisa këto I kryzon, e merr domethënë. Thonë këta që janë përgjigj kështu, sa e kanë rezultatin mesatar, këta që janë përgjigj kështu, sa e kanë rezultatin mesatar. Edhe aty shihet dallimi shumë I madh. Po tash ty të brengos, pse kjo kategori thotë që nuk din një kompjuteri me ashtu çmimin e tatimit. Apo jo. Se ajo është diçka shumë e thjeshtë për një 15 vjeçar. Është dash me mësu përqindjen. Mësojnë anë në shkollë, bro. Qëre, na mësojmë, po tash kjo të flet edhe për aplikimin në jetën e përditshme. Sa ti I zbaton, kur shkon në një dyqan, për shembull, edhe të intereson sa është çmimi bazik, sa është TVSH-ja. Apo jo, nxënësve fort edhe nuk ju bjen, ndoshta nuk ju bjen se ata shkojnë me ble për shtëpi, për anvisni. Edhe nuk e ka fort me rëndësi zbërthimin, çmimin bazik edhe tatimin. Po prapse është diçka që duhet me llogarit. Po përqindja mësohet prej klasës 4 edhe pastaj në vazhdimsi mësohet edhe aty punohen edhe detyra praktike. Apo jo, thuhet për shembull është rrit rendimenti me një fabrikë kaq %, sa është tash? Apo jo. Çmimi është drejtu kaq %. Ajo është e njëjta gjë, sikur u shtrejtu çmimi 18%, si me ashtu çmimit bazik tatimin në vlerën e shtuar prej 18%. E njëjta gjë është. E vërtet. Profesor, çu krahasohen rezultatet e Kosovës me shtete tjera, për shembull, deri vonë e di edhe besoj ende është valide ndoshta edhe pse në punimin e juaj për testin PISA keni citu disa punime që
si me thonë, e atakojnë ose e përgënjështrojnë këtë nivelin e viteve të shkollimit me 40 pikë në testin PISA, po a qëndron hala kjo ose me thonë më ndryshe. Pse thuhet që një nxënës i Kosovës është 4-5 vite mrapa një nxënësi, një bashkëmoshatari, krahasu me një bashkëmoshatar të tij që është antar i shteteve të OECD-s. Ashtu ka qenë deri në vitin 2018, do me thonë vetë OECD-ja e ka vlerësuar një vit shkollor me 40 pikë, mirë po natyrisht ai PISA është po ashtu një model matematikor, dhe kritika e atij modeli matematikor ka sjell deri te përfundimi që nuk është e drejtë që një vit shkollor të vlerësohet ashtu me pikë, sepse në shtete të ndryshme kjo jep rezultate të ndryshme. Do me thonë, është matë sa një vit shkollor peshon në Austri, sa peshon në Singapur, sa peshon në Shqipëri, e kështu me radhë, dhe është parë se aty kemi rezultate të ndryshme. Prandaj, analiza e testit PISA të vitit 2022 nuk i referohet fare më viteve shkollore. E ka hjek, do me thonë. Pikrisht për këtë arsye, pikrisht. Po prap, krahasimet mes vendeve mund të bëhen mas pari sipas totalit pikëve, ku na e thati vetë në hyrje jemi në mesin e 3-4 vendeve në fund. Është një krahasim tjetër shumë interesant i cili bëhet në varësi nga statusi ekonomik-social. Për shembull, nxënësit, sa i përket statusit ekonomik-social, tu ndahen në 4 kategori të ndryshme, varësisht për një farë indeksit statusit ekonomik-social, mos hyj tash me elaboru indeksin, edhe analizohet natyrisht se cila kategori arrin një sukses të caktuar. Për shembull, te ne ajo kategoria e parë që e kanë statusin më të ulët ekonomik-social e ka pas mesataren 342 pikë. Kategoria që e ka statusin 10% me statusin më të mirë ekonomik-social, në faktikisht ai 25% me statusin më të mirë ekonomik-social i ka 381 pikë. Gati po na del se ai një vit shkollor i këtu në herët që tash nuk po e llogarisim mos i vit shkollor. Pra diferenca në mes tyne dyve është 39 pikë, mes tyne dy kategorive. Në nivel të Kosovës. Është interesante, kjo është diferenca më e vogël që është shënu në mesin e vendeve të rajonit. Gjithkohë është më e madhe. Në shtete tjera është më e madhe. Për shembull, në vendet e OECD-s është 93 pikë, dallimin mes 25% me statusin më të lartë edhe atij më të ulët. Sa ai që ka statusin më të lartë ekonomik-social, duhet me pas kushtet më të mira të punës. Edhe ai duhet me reflektu në sukses pak më shumë se që reflekton të na. Kjo tregon që te ne, edhe familjet që janë të arsimuara, edhe familjet që qëndrojnë mirë materialisht, nuk punojnë sa duhet me fëmijë. Këto e tregon se statusi ekonomik-social përcaktohet nga kualifikimi i prindërve, do me thonë prej shkollës fillore deri te doktorat shkencave. Elementi i dytë është çka ke në shtëpi, do me thonë i kanë në pyetësor, a ke kompjuter, sa kompjuter i ke, a ke sa libre i ke, këto, që me u përcaktu, edhe pyetja e tretë është çfarë lloj pune kryen prindërit. Apo jo, çto 3 elemente e përcaktojnë statusin ekonomik social. Të ardhurat. Jo, domosdoshmërisht sa i kanë të ardhurat. Jo, janë çto 2 elemente kanë të bëjnë me prindërit, njëri ka, po ky i treti që ka të bëjë me pasurinë. Do me thonë, ajo pak a shumë i reflekton edhe të ardhurat. Se dikush për shkak mund të ketë shumë të ardhura, po shkon i fut në biznes, i fut në investime, apo jo. Nuk i kanalizon në familje. Prandaj edhe i kanë marrë këto, do me thonë, sendet që i ka në familje. A ki edhe të veçantë punës, a ki shtrat veçantë, e kështu me radhë, që aty dallot. E te ne, ky dallim është i vogël. Kjo të tregon, do me thonë, që te ne sistemi ka gjithandej anomali. Nuk është problemi për shembull vetëm te një kategori e cila mund quhet e marginalizuar, sepse është një status jo i mirë ose i ulët ekonomik social pa dasht me ofendu asken, apo jo. Në vende tjera kjo diferencë, për shembull në Shqipëri është 49 pikë, në Serbi është 81 pikë, mes tyre dy kategorive. 93, siç e thash, është në vendet e OECD-s. Interesant. Dresojnë aty shtu krahasime, profesori di që keni bo në këtë rast PISA, po në punimin ton paraqiten edhe krahasimet mes nxënësve vajza dhe djemë. Me sa di globalisht ka fillu pak me uzbek jo dallimi që ka qenë kryesisht vajzat kanë performu më mirë,
Lexim, po. Tash paka shumë është aty ngjajshëm rezultati ose i përafërt. Që shëndrojna në Kosovë? Në Kosovë ka dallime për shembull mes vitit 2015-18, 2020. Ka dallime. Në Kosovë vajzat jo kanë kalu djemve në të në aspektit. Do me thonë vajzat, si që the, tradicionalisht kanë performu ma mirë në lexim, djemt kanë performu ma mirë në matematikë. Kështu ka qenë edhe në Kosovë, si vjetë, në 2022 vajzat performojnë ma mirë në lexim, si që kanë performu edhe për para, por në matematikë janë barabarta me djemt. Në shkencë performojnë ma mirë vajzat. Do me thonë, kjo të tregon që problemet gjinore të ne veç janë të natyrës pak ma të ndryshme. Do me thonë, ne pak ma shumë duhet kujdesemi edhe për djemt. Se po e shohim për shembull edhe në arsimin e lartë. Në arsimin e lartë, ne pothuajse 60%, 65% janë gra. Apo jo? 60 deri në 65% burrat shumë më pak kanë filluar të shkojnë në arsimin e lartë. Kjo është diçka që duhet shihet si fenomen shoqëror. Apo jo, sepse barazia gjinore nuk është vetëm barazia e gruas në raport me burrin, po barazia e të dy gjinive, tash veç po kemi diskrepanca. Kështu që edhe në shkollë është e njëjta gjë. Ndoshta te ne kjo kultura patriarkale, si them ashtu tradita më mirë ta them, patriarkale ka bërë që djemt të jenë pak më të pavarur, ndoshta pak më të shkujdesur, pak më pak nën kontrollin e shkollës, më shumë me pas dëshirave të veta, apo jo, vajzat ndoshta vazhdojnë të jenë pak më, mos të them të dëgjueshme, po të jenë pak më, si them ashtu, ta respektojnë rendin edhe disiplinën shkollore, dhe kjo mund të jetë një faktor suksesi. Po edhe familja ndoshta jap kujdes ose përkushtim pak. Mundet edhe familja që ka më shumë përkushtim ndaj vajzës se sa ndaj djalit në kuptimin e traditës tonë patriarkale, më tepër po e them, se jo për diçka tjetër, edhe këto mund të jenë faktorët, mirë po këto janë rezultate të cilat veç japin një sinjal që duhet punohet pak më shumë për ashtu arritjet e djemve. Risojna të krahasimit, profesor, këtu pak me kalu në nivel kështu rajonal, sidomos me shtetet fqinje. Ku qëndron Kosova? Na pedim paka shumë listën e gjitha shteteve pjesëmarrëse, po fokusohemi pak tek Shqipëria, tek Maqedonia, Serbia e kështu me radhë. Shihni tash të Shqipëria, të gjithë qëndrojnë ma mirë se na, mas pari ta kemi të qartë. Shqipëria për shembull në fushën e leximit tash është 73.7%, për dallim nga ne 83% nuk e kanë arrit atë nivelin minimal të leximit. Herën e kaluar në vitin 2018 kanë qenë vetëm 52.2% në Shqipëri të cilët nuk e kanë arrit nivelin minimal të leximit. Në vitin 2015 kanë qenë vetëm 50.3%. Do me thonë, edhe në Shqipëri diçka po ndodh. Do me thonë, edhe atje ka pas një përkeqësim të rezultateve. Tash ne kemi pas aty arsyetime që unë i kam lexuar nëpër media se atje janë përzgjedh një numër i shkollave nga zonat e tërmetit të vitit 2019. Nuk e di sa qëndrojnë, por një gjë e di që në vitin 2018 në Shqipëri, me të vërtet, testit PISA i patën kushtu shumë rëndësi. Aq rëndësi, sa që nuk i patën leju nxënësit edhe me dalë para kohe nga testi. Të me thonë, thjesht si formë direktive, ka qenë edhe koha e dhënjes së shpërblimeve e tjera, edhe janë arrit këto rezultate që janë arrit. Mirë po tashti edhe Shqipëria, të them ashtu, e ka një rënje në rezultat. Maqedonia e Veriut ka tashti në fushën e leximit e ka një far po ashtu përkeqësimi, do të thonë diku 74% kanë dalë që nuk e arrin nivelin e dytë, ndërkohë që në pisën e 2018-s kanë qenë dikun 55.9%. Do të thonë ka qenë një rezultat tjetër për fushën e leximit. Shumë ma mirë ka performu Serbia edhe Malizi. Faktikisht Serbia ka performu në nivelin e vendeve të OECD-s. Dhe me thonë dikun rreth 36% të nxënësve nuk e arrin që atë nivelin 2, po shumica e nxënësve përsëri e arrin.
E profesor, nëse krahasohet me ta zonë me top, e përmendë Singapuri. Po. Çka nuk bën Kosova, që bën Singapuri? Po të them drejtën, unë për Singapurin kom lexu pak më shumë se më ka interesu ajo puna si zhvillohet atje. Atje spari mësimin klas bëhet organizohet programi mësimor në atë mënyrë që të shkohet në thellësi të gjërave. Nuk mësohen gjërat vetëm sipërfaqësisht, apo jo, po kur fillon me u trajtu një temë, siç është për shembull katërkëndshin matematik, shkohet në thellësitë e asaj. Llojet e katërkëndshave, katrori, drejtkëndshi, romboidi e kështu me radhë. Tjetër, në Singapur nuk shkohet në njësinë tjetër pa e kuptu krejt klasa atë njësinë paraprak. Domethënë thjesht mësimdhënësi ndalet aty edhe punon, ka punë shtesë me nxënësin, edhe e përmenda ma herët në Singapur se cili fëmijë i din pritshmëritë e familjes vet që duhet të ketë arritje të larta në shkollë. Edhe fëmijët vet bojnë përpjekje. A nuk i kena na pritshmëritë ndaj nxënësve mi pas krejt peshe? Po shife, na i kemi mi pas krejt peshe, po nuk i kemi gjithnjë me i pas peshe me merit. I kemi mi pas peshe për knatësinë tonë, për t'ja nxjerr librezat në Facebook, në qershor, apo jo, edhe për t'u lavdu se ata i kanë krejt peshe. Luma ata prind që nuk kanë kësi lloj komplekse. Sa mirë. Me të vërtet është mirë ajo, kur nuk kanë kësi komplekse. Po për fat keq, unë e shoh që te ne njerëzit shpesh herë janë gjendje me u konfliktu me mësust për shkak të suksesit fëmijës. Mos me u pajtu, do me thonë, me një katërshe dikona, ku ta diun se çka. Edhe thjesht kjo pastaj edhe te fëmija e krijon një far demobilizimi. Sepse mendon fëmija që hajtë se dikur vjen prindi edhe mi rregullon gjitha, ha? Kjo nuk është mirë. E ndonjëherë t'ju them të drejtën edhe te mësues të krijon një far, them ashtu, një gatishmëri për të dorëzu. Thot ma mirë për ja qes vetë se sa me mbo presion, apo jo. Edhe kjo pastaj sjell edhe deri tek ulja e kriterit. Prandaj e thash që duhet një rol më të fortë ta ketë familja, ta ketë një presion më të madh ndaj fëmijës, po edhe ndaj shkollës. Në këtë aspekt unë tash e kisha ngrit çështjen tek niveli qendror, tek ministria. Për shembull, na u përmend testi maturës. E kemi edhe testin e arritshmërisë. Po t'ishin agon këto dy teste kredibile. E kishe pati çfarë presioni kishin bë prind mbi shkollën. Kur e kishin ditë që vjen fëmija në testin e arritshmërisë, edhe nuk më rrin rezultat, edhe nuk mundet mu regjistru në gjimnaz, edhe tash prindi kishte me kërku që shkolla me punu mirë në mënyrë që me u arrit rezultati si duhet. Po, te ne po e din që në testin e arritshmërisë, testin e maturës, po kopjohet, po kalohet qysh po kalohet, edhe thjesht ky presion mungon. Tjetër, për shkak shteti, megjithëse na kemi politika, që thash nuk zbatohen politika. Na kemi politikën e vlerësimit shkollave. Cila shkollë u vlerësu në Kosovë? Ku dula i rezultat i vlerësimit? Cilt prind unë gretën kam me thonë, çka është kjo punë? Pse kjo shkollë u vlerësu në këtë mënyrë? Çka i mungon? Kryetari i komunës, a e keni emëru personin e duhur për drejtarën këtë shkollë? Apo jo, apo keni sjell dikon për partisë? Këto lloj sendet e ne nuk ekzistojnë. Se po të ishte për shembull një sistem i tillë, kishe pa vetë kryetarët e komunave kishin me u kujdes që njerëzit më të mirë me i emëru drejtor shkollave se don me fitu zgjedhjet edhe një herë. Apo jo? E din që është përgjegjës për shkolla, s'don mi dal vlerësimet e këqija, edhe kishte më mundu. Kur e shet që nuk ka kurfar kontrolli, thot, po i qes njerëz të partisë aty, edhe del ku del. Absolutisht. 3 herë në testin PISA, çka boni Kosova mas 3 rezultateve të testit PISA, profesor? Çfarë hapa u ndërmorën? Po, a pat diçka, ose a pat paktën ndonjë plan që nështë ka qenë shpresdhënës, ose ndonjë hap, ose ndonjë ndërmarrje caktuar? Them të drejtën, unë sa kam arrit me përcjell gjendjen, pas çdo komunikimi të rezultateve të testit PISA janë mbledh grupe cilat kanë bë plane të caktuara
që zakonisht kanë qenë plane që veç kanë ekzistuar në për strategjitë e arsimit, se ne kemi strategjitë e arsimit prej vitit 2003. Kur Kosova pa strategjitë e arsimit nuk ka qenë. Zakonisht i kanë përsërit ato sende, edhe zakonisht ato nuk janë zbatu, po është prit testi i ardhshëm, që tash na po e presim rezultatin e testit 2025 me na dalë në 2026. Nuk kemi çka presim, na i kem 3 rezultate të testeve. Po i dim qysh i kemi punë. Edhe testi i 2025 nuk ka me dalë më i mirë. Aty pari ka me qenë. Mund, edhe nëse ka me qenë i përmirësim i vogël, do të jetë përmirësim simbolik. Diçka me cënë nuk mund të jemi të kënaqur, pra duhet me fillu me punu. Për fat keq, ato po mbesin letër, edhe nuk po ka mandej zbatim praktik. Disa herë për shembull tona strategjitë është theksu përmirësimi i kredibilitetit të testit maturës, testit të arritshmërisë, është me rëndësi kjo. Sepse kjo është mekanizmi që e ka shteti për mi detyru shkollat me punu mirë. Se për ndryshe, si kalojnë nxënësit testet, me njëherë adresa e përgjegjësisë ka me qenë shkolla. Qofse ti nuk i bën testet si duhet, edhe nuk i menaxhon si duhet, pastaj shkollat janë pa kontroll. Në 2016 është aprovu ligji për inspektoratin e arsimit, tek tash po konsolidohet inspektorati. Që për shembull 8 vjet inspektorët tonë të arsimit zakonisht merren me çështje administrative, e falsifikoi dikush një diplomë, e falsifikoi një nënshkrim, ku ta diun se çka, kallëzim penal aty, kallëzim penal këti, apo jo me çështje që kanë të bëjnë me cilësinë e mësimdhënies. Këtu është problemi, do të thonë nuk ka edhe kontroll, edhe krejt këto faktikisht shkaktojnë pastaj një situatë tillë dhe përmirësimi nuk vjen vetë prej vetit. Pse kjo mungesë gatishmërie, profesor? Po të them të drejtën pak, do me thonë krejt edhe elektorati nuk është që po i përcjell shumë këto zhvillime sa për shohën, kështu që pavarësisht përpjekjeve, po flas edhe në nivelin lokal, edhe në nivelin qendror, njerëzit po shkojnë me një farë, çka po di unë, me një farë ritmi të vetin në këtë amullin ton, ndoshta më tepër i kushtojnë rëndësinë të projekti kapital, i cili investohet në ndonjë fushë, se sa këtyre gjërave, dhe kështu edhe po hecet. Shpeshherë, po du të them, në disa nivele mund të ketë edhe mungesë të njerëzve të kualifikuar, të cilët do të ishin në gjendje me i kry këto punë. Mungesë bashkëpunimi ndërinstitucional, se këtu duhet qeveria të bashkëpunoj me komunat, me që komunat janë pronarët shkollave. Komunat duhet bashkëpunojnë me shkollat. Nëse s'ekzistojnë, do me thonë linjat e tilla të bashkëpunimit, atëherë është shumë vështirë dhe të arrihen rezultate të mira. Pse nuk ekzistojnë? Po të them të drejtën, ndonjëherë po kemi mungesë të vullnetit politik. Kena rivalitetet partijake. Po ka rivalitete. Ndonjëherë po kemi mungesë të njohurive, që thjesht edhe ndonjëherë po kemi defekte në planifikimin financiar, sepse për shembull disa gjëra të cilat thu që do t'i bash, edhe i ke të kostuara, tash duhet me i planifiku në financa, edhe duhet me i hes tutje, apo jo. Nëse ke shkru dikun që kemi i pajis këtë shkollat me kompjuter, duhet me qenë ato mjete në buxhetin e Kosovës, apo jo. Duhet dikush t'i bëj tenderet për to, t'i dërgoj ato kompjutere, krejt këto sende, të ne po shkojnë ngadale. I kemi, do me thonë, këto janë ato mangësit në qeverisje. Këtu dallon ajo qeverisja e mirë prej qeverisjes jo të mirë. Me siguri është pak probleme edhe te shteti i cili është ende, them ashtu, në ndërtim. Nuk është diçka që kemi në tradit të gjatë shtetërore, edhe këto gjëra thjesht nuk trajtohen me kujdesin e duhur. E qartë. Profesor, çka pritet prej PISA 2025? Në fakt, ju e tha që s'presin në dallim esencial, po që kom një breng të vogël që mundemi me pas për këtë sim, sidomos për faktin që e kemi edhe kompetencën digjitale, ju e përmendën që edhe në atë aspekt që ndrojmë goxha keq. Mund të ketë përmirësim, edhe nëse ka, nuk do të jetë merit e sistemit, do të jetë diçka e rastit, se mund të ndodhë që për PISA 2025
edhe I bojnë pyetjet më të lehta, ku e dimni. Në fakt I kanë bërë se u krya ajo, apo jo? Për ne u krya. Kanë qenë pyetjet më të lehta. Mund të ndodhë, po them, nuk I kemi pa ato pyetje, apo jo? Mund të ndodhë që kanë qenë pyetjet më të lehta edhe mund të jetë ndonjë përmirësim I vogël. Po nuk janë ndërmarr hapa. Prej vitit, prej pisës 2020, prej pisës 2015 deri tash. Nuk janë ndërmarr hapa që kjo gjendje me ndryshu. Nuk janë ndërmarr. Nuk janë ndërtu për shembull mekanizmat e sigurimit të cilësisë. Që thash, inspektorati, pastaj këto testet e jashtme e kështu me radhë. Shtimi I besueshmërisë së testeve e kështu me radhë. Pastaj nuk është që është përmirësu klima disiplinore në shkolla, e cila paraqitet po ashtu si një problem në të gjitha testet PISA, posaçërisht në këtë testin e fundit. Do me thonë thjesht nxënësit ton kur t'i krahasoni për disiplinë ankohen jashtëzakonisht shumë që shpesh herë nuk mund ta ndëgjojnë as çka flet mësimdhënësi as këto gjëra. Do me thonë që klima disiplinore në shkolla nuk është klimi e duhur. Nuk ka ndryshuar diçka në sistemin e financimit të arsimit, nuk ka ndryshuar diçka thelbësore. Për shembull, ende nuk ka fonde dedikuara për trajnimin e mësimdhënësve. Ende nuk ka në shkolla menaxhment të mesëm përveç drejtorit edhe mësimdhënësve. To janë gjëra të cilat besoj që analizat kanë treguar që do ta përmirësonin rezultatin e testit PISA. Se kur e keni organizim më të mirë brenda shkollës, sigurisht që ka me qenë edhe një punë më cilësore. Kur mësimdhënësit monitorohen nga shefi I departamentit ose si quhet në këtë terminologjinë tonë kryetari I aktivit, I cili duhet normalisht paguhet për atë punë. Ne nuk I kemi bërë këto gjëra, prandaj edhe nuk pres që do të ketë ndonjë përmirësim. Qa është kompetenca digjitale, profesor, që përfshihet për herë të parë në testin PISA, edhe a ka elemente edhe të inteligjencës artificiale? Ta them të drejtën agon, nuk është që kom lexu aq shumë për këtë punë. Nuk e dija ka elemente të inteligjencës artificiale, po kompetenca digjitale dihet çka është aftësia për t'i përdor pajisjet digjitale në funksion të kryerjes së punëve të përditshme. Se si është testu, me të vërtet nuk e di. Se nuk është që I kom pa pyetjet e prej fushës së kompetencës digjitale, ajo ka qenë në kuadër të ICILS-it, I cili është një test I veçantë për kompetencën digjitale. Kosova ka marrë pjesë në ICILS edhe si e thash, është radhite para fundit me Azerbajxhanin, prandaj edhe aty, nëse ka me qenë parimi I njëjtë, do me thonë matja e parafort me këta, atëherë nuk besoj që kemi me mri në rezultat lartë. Qysh e vlerëson paradoksin që nxënësit e shkollave publike u obliguan me shku në shkolla private për shkak të mungesës së kompjuterëve për me vënë testin PISA? Tash ky është një problem I cili këtu faktikisht them ashtu zhagitet prej vitit 2015. Gjithnjë ka qenë në strategji që ne kemi një përpjestim, një kompjuter për 40 nxënës. Që atë përpjestim duhet ta rregullojmë, ta sjellim bile një kompjuter për 20 nxënës. Tash bile duhet me shku edhe ma shumë, duhet për 10 nxënës, sepse përdorimi I kompjuterve është shumë ma intensiv. E kemi pas që në çdo klasë duhet të jetë një kompjuter edhe një projektor ose smart TV, tash që dolën edhe smart boardat. Edhe normalisht kur kemi pas që duhet të ketë specialistë IT-s, edhe pa të fillu në ministri, dikun janë 100 vende pune janë hap për specialistë IT-s në për komuna, të cilët duhet të përkujdesen që ata kompjuter të funksionojnë, apo jo. Gjitha këto, ose janë bërë me vonesë, ose nuk janë bërë fare. Edhe kjo ka qenë arsyeja pse në shkollat publike nuk ka pas numër të mjaftueshëm të kompjuterëve të cilët kanë qenë funksional, që kanë qenë të besueshëm, apo jo, që nuk prishen gjatë testit, prandaj edhe nxënësit janë mbledhur në ato shkolla ku ka pas kompjuter, janë mbledhur edhe në publike, jo vetëm private. Edhe në disa shkolla publike, të cilat I kanë pas në gjendje pak më të mirë laboratoret e kompjuterëve, por edhe në shkolla private, mendoj që ajo është një kontribut normal I shkollave private, por nuk është mirë që nuk I kanë në shkollat e veta. Qartë. Para se me shku të pyetja e fundit, po du me të pyet, ose pe boj edhe pyetjen e fundit e mandej të pyes, nëse kem harru diçka. Folëm
shumë çka drejtash, po kisha pas që me ditë ju jeni, unë konsideroj jo vetëm në nivel të Kosovës, po edhe më gjerë një prej ekspertëve më kredibil të arsimit, cilat kishin me qenë një 3 hapa që s'po them ashtu pak të pamundshëm për mu realizu, po mrena kornizave të sëmundshmës, që Kosova kish mujt me i marë, me i ndërmarë, që të paktën në 2028, PISA 2028 me rezultu qaj numre niveli 2, shifrat përsindjet e niveli 2 të paktën me urrit pak. Të them të drejtën, tash PISA është reflektim i një shkollimi në rastin tonë 9 vjeçar, biletash me edukimin parafillor të obligueshëm edhe 10 vjeçar. Edhe nuk e besoj që për PISA 2028 mund të arrihet ndonjë përparim i madh, po ndoshta mundet me PISA 2032, me që tash PISA do të shkoj çdo 4 vjet sa e di unë, prej 2028-s. Po, unë mendoj që në radhë parë duhet të rishikohen kurrikulat edhe mjetet mësimore që i përdorim në përshkolla. Se nuk bëhet mësimi pa mjete mësimore. Tash gjendja e mjeteve mësimore diku është më e keqe se sa në vitet e 80-ta për shembull. Duhet të kenë mësimdhënësit mirë. Ka disa komunat që ati kanë furnizu shkollat me kompjuter, me teknologji, po për shembull nuk ka internet nëpër klase. Apo jo, mandej ajo teknologji nuk mund të përdoret. Ose duhet të pajisen me laborator, duhet të pajisen me mjete mësimore qoftë edhe thjeshta, siç janë hartat, trekonshat, vizoret e kështu me radhë, gjëra të cilat mësimdhënësit i përdorin në punën e tyre në funksion të cilësisë mësimdhënies. Tjetër, është me rëndësi tekstet shkollore. Do me thonë, krejt këto po e marrë si një grup. Rishikimi i teksteve shkollore. Po bëhet një farë rishikimi, po unë po kom përshtypjen që po është shumë kështu sipërfaqësor. Merre një ekip 2-3 vet, lexoje një tekst, bëni vrejtjet, autorët përmirësohen, nxjerrë prap tekstin në përdorim, nuk po më duket që është një ashtu, si të them, një kontroll më i thellë i teksteve mësimore, ndryshim konceptesh në kuptimin që kërkon të ketë zbatime praktike e kështu me radhë brenda teksteve. Mandej, unë e konsideroj shumë të rëndësishëm këtë ndërtimin e mekanizmave të sigurimit të cilësisë. Beso, kjo është një temë që flitet prej 2016-s. Ekziston qeveria Kosovës atëherë pa të aprovu një strategji të veçantë për sigurimin e cilësisë. Edhe këtë kjo ka përfundu me emërimin e disa koordinatorëve të cilësisë nëpër shkolla, të cilët sot edhe kanë mbet pa koordinim faktikisht, nuk ka një koordinim për ta nivelin qendror, edhe shpeshherë ngritet edhe pyetja se çka bëjnë ata nëpër shkolla. A e kryen rolin e vet apo nuk e kryen? Sigurimi i cilësisë është shumë më tepër, kërkon domethënë vlerësimin e brendshëm të jashtëm të shkollës, kërkon, siç e thash, këtë përmirësimin e testeve standardizuara, kërkon inspektimin, përmirësimin e inspektimit. Ne ky sistem pothuajse nuk ekziston ose nuk funksionon, ta them ashtu. Mandej është me rëndësi të punohet në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies. Kjo bëhet përmes trajnimit, këshillimit, po kërkon edhe një riorganizim gjendjes në shkolla. Për shembull, ministri është përgatitur një udhëzim administrativ për ristrukturimin e menaxhimit të shkollës. Jo që ka ku me ditë se çka aty, pa je fut këtë nivelin e menaxhimit mesëm, do me thonë ju jep role kryetarëve të aktiveve, ju jep pagesat veçanta që ata të bëjnë monitorim të mësimdhënësve, që kur në rezultati i punës në një klasë, rezultati një testi intern shkollës, deli dopt në lidhën mësimdhënësit, e shohin pse ka ndodhur ajo. Me kënd duhet punohet më tepër, apo jo? Cila është ajo kategoria e nxënësve që kanë nevojë për mbështetje e kështu me radhë. Mandej edhe ato që i tham, kjo klima disiplinore në klasa, me të vërtetë edhe rezultati i PISA-s po na tregon se PISA në fundit është një studim, që te ne klima disiplinore nuk është në nivelin e duhur. Do me thonë duhet të punohet që të jetë një fokus më i madh në drejtim të mësimit, edhe mësimdhënësit ankohen shumë për shkak të klimës disiplinore, po ankohen edhe nxënësit. Pra janë gjëra në të cilat duhet punohet. Edhe besoni përjashtim kjo klima disiplinore, tona këto tjerat janë nëpër dokumente strategjike të arsimit. Klima disiplinore deri tash nuk është identifiku si problem, po tash që 2 herë PISA po na tregon që është problem, edhe duhet me i kushtu kujdes. Kjo mund të adresohet më së madhe me punësimin edhe me angazhimin e psikologëve
në për shkolla. Ndoshta në shkollat e mesme duhet mendu edhe për oficerët sigurisë. Apo jo, që të cilët ndikojnë që mos të hynë në shkollë njerëz të cilët nuk janë nxënës, të cilët shpeshherë edhe ndikojnë në prishjen e atmosferës brenda shkollës. Çfarë është ky problem, profesor? Ju e thatë vazhdimisht i kemi dokumentet, i kemi politikat, po të njëjtat nuk zbatohen. A mos jemi të vendosur objektiva për te kapaciteteve, apo... Unë mendoj se jo, po nuk jemi të kry veprimet ditore në përputhje me ato objektiva. Se tash ato strategji i kanë edhe objektivat, po i kanë edhe veprimtarit, aktivitetet. Edhe ato thjesht duhet të ndiqen. Të me thonë, e ke një aktivitet përmirësimi i besueshmërisë së testeve kombëtare. Aty duhet me punu në drejtim. Për shembull, ne e kemi një njësi për standarde dhe vlerësim, e cila më duket tash është ngrit në nivel të divizionit. Ajo njësi ka shumë pak të punësuar. Ata njerëz nuk mërin faktikisht me u marrë as me punë të veta ditore për ngarkesës. Ajo duhet tritet, të me thonë, nëse janë 10 vetë, duhet bëhen 20, 25. Duhet dërgohen në ngritje profesionale, në specializime. Apo jo ta kemi dikon që është ekspert për PISA, aty ta kemi dikon që është ekspert për TEMS, e kështu me radhë brenda atij ekipi. Pastaj ai ekip e bën mbikëqyrjen, i përmirëson këto, si them ashtu mas pari, testet kombëtare për mbajtjen, mandej edhe administrimin. Do të thonë kjo është diçka me rëndësi që duhet bëhet. Për këto duhet të ndahen fonde. Tash te ne ju them të drejtën, shpesh herë kjo puna e fondeve po shkon disi një dialog shterp mes ministrive të linjës dhe ministrisë financave, apo jo, për shkak se aty jo s'bën tritën kaq, jo s'bën tritet numrit punësuarve, jo duhesh me këtë numër ekzistues, edhe krejt kjo pastaj po shkakton me të vërtet kufizime serioze në zbatimin e asaj se çfarë është planifikuar. Profesor, faleminderit shumë për kohën. Me ta bërës diçka, a ke diçka që ndoshta nuk e përmendëm, apo po besoj? Po unë besoj agon që ti imbulove mirë të gjitha këto, unë veç do të kisha thonë që na sistemin ton arsimor nuk duhet të ndërtojmë që të kemi rezultat në PISA, po duhet të ndërtojmë që njerëzit ton, trit ton, të përgatiten si duhet për jetë. Nuk po thomë për tregun e punës. Ata sigurisht që kanë me punu 90% e tyre, po të përgatiten për jetë. E për fat keq, atë nivel nuk e kemi mri ende. Kur ne do ta kemi një sistem të tillë, sigurisht që edhe rezultati në PISA do të jetë ndryshe. Do të jetë ndryshe nga ky që e kemi tani. Absolutisht. Profesor, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ty, financia ime. Dashur mes ju juftoj me dëgju këtë epizod përveç Radio Urban FM 103.5 në të gjitha rrjetet sociale të Radio Urban FM dhe organizatës e teja. E deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje, faleminderit shumë.